Autoriteti rrugor shqiptar ka nisur punimet për riparimin e dëmtimit në urën e Dajçit pas problemeve të krijuara për drejtuesit e mjeteve gjatë ditëve të fundit. Ndërhyrja synon eliminimin e riskut dhe rikthimin e sigurisë në një nga akset më të rëndësishme rrugore në vend. Pas sinjalistimit të bërë nga policia rrugore dhe kërkesës për ndërhyrje urgjente nga prefektura e Qarkut Lezhë, autoriteti rrugor shqiptar ka nisur punimet për riparimin e dëmtimit në urën e Dajçit në aksin rrugor Lezhë-Shkodër. Ndërhyrja ka filluar rreth mesnatës së kaluar, ku grupet e punës kanë ndërhyrë menjëherë për riparimin e pjesës së dëmtuar në bashkimin e urës me rrugën. Pikërisht në këtë segment, mungesa e një elementi metalik ishte krijuar një kanal të rrezikshëm, duke u kthyer në burim aksidentesh dhe dëmtimesh për automjetet që kalonin në këtë aks. Për 2 ditë me radhë, kjo situatë ka shkaktuar probleme serioze për drejtuesit e mjeteve, duke sjellë qarje gomash dhe dëmtime të ndryshme, ndërsa jo pak drejtues janë detyruar të ndalojnë për të shmangur rrezikun. Në vendngjarje ka qenë e pranishme dhe policia rrugore, e cila ka sinjalizuar zonën problematike dhe ka orientuar qarkullimin për të shmangur incidente të mundshme. Burime bëjmë me dije se ndërhyrja do të vijojë deri në rikthimin e plotë të parametrave të sigurisë në këtë segment rrugor, ndërsa pritet përfundimi i punimeve të eliminojë përfundimisht rrezikun dhe të normalizojë qarkullimin. Ky aks mbetet një nga më të rëndësishmet në veri të vendit, duke lidhur qytetet kryesore dhe duke përballuar një fluks të lartë lëvizje çdo ditë.